Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, ashtu siç e parasheh ligji për financat publike, brenda fatit ligjor sot po miratojmë projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin fiskal 2026. Sikurse çdo vit, edhe ky buxhet do të ketë shumë risi. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Një risi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barra esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithash, me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vëmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. Megjithse jemi qeverinë detyrë përmes ligjit për qeverinë, ku vendi ka parapar që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Konkretisht, paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit e parashit që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e plot, siç është rasti me ne, mund të propozoj buxhetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Prandaj, sot si qeveri, përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit buxhetit, gjithashtu po kryejmë obligimin ton si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa buxhet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë buxhet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhje të reja, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi me situata ku shteti nuk ka buxhet të miratuar. Tani, sa u përket pikave të tjera të parapara në mbledhjen e sotme, përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajm të mirë edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave të Punës dhe Transfereve, kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikojë rreth 150.000 të punësuar. Ashtu siç u kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve.
nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikur se çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituuar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjellë vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi dhe një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçanti, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik dhe kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin në thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmën gjë që artistët ja vlen të presin është inspirimi. Ju faleminderit të gjithëve e tash po vazhdojmë me rendin e ditës të parapar për mbledhjen e sotme. Pika e parë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesit verbalit dhe transkriptit mbledhjes 270 dhe të ekstrakteve të procesit verbaleve të mbledhjeve 271 dhe 272 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, ekstraktet e procesit verbaleve dhe transkripteve u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes sot me të qeverisë të 273. Nëse nuk ka dikush ndonjë vretje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi projekt ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, siç e paralajmëruat edhe ju, pra kemi një buxhet rekord sa i përket madhësisë. Bëhet fjalë për një buxhet që gjithsej shpenzimet buxhetore kapin shifrën e 4 miliard eurove, apo më saktësisht 3 miliardë 967 milion e 600.000 euro buxhet i planifikuar për vitin 2026. Ky buxhet normalisht që paraqet një rritje prej afërsisht 10% krahasuar me buxhetin e vitit paraprak, pra të vitit 2025, dhe ritmi i njëjtë i rritjes pra parashihet që të ndodh edhe tek të hyrat. Pra kemi të hyrat të parashikuara apo të projektuara në vlerë prej 3 miliardë 637 milion euro, ku kryesisht pra barra kryesore apo shumica dërmuese e të hyrave vjen nga tatimet indirekte, tatimet direkte dhe pastaj kemi edhe të hyrat jo tatimore. Të gjitha këto në shumicën e rasteve pra paraqesin rritje të vazhdueshme, është ndjekur trendi që tashmë është parapar ose është paraqitur historikisht në shifra në nivel dyshifror, pra kemi rritje prej 10% pothuajse në të gjitha kategoritë e të hyrave tatimore dhe jo tatimore, dhe kësaj na është mundësuar që të planifikojmë një buxhet i cili parasheh edhe rritje të pagave në sektorin publik, siç e përmendët ju, pra parashihet paga 13 për herë të parë për sektorin publik. E përveç kësaj parashihet edhe rritja në bazë të përvojës së punës që nga për llogaritja prej 0,25% për 15 vitet e para kalon në 0,5% për të gjitha vitet, siç edhe është kërkuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Përveç kësaj, pra ka edhe rritje sa i përket kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, normalisht fokus i veçantë këtu jepet barnave esenciale, furnizimeve,
edhe për municion dhe për pajisje me siguri dhe furnizimeve të tjera pra që janë të nevojshme për mbarvajtjen e funksionimin e shtetit. Gjithsesi, një kujdes i veçantë është siguruar edhe për kategorinë subvencione dhe transfere, konkretisht tek skemat pensionale, por edhe tek ato skemat të cilat pra mbështesin familjet në përgjithësi, siç janë shtesat për fëmijë, shtesat për gra lehona, si dhe mbështetja edhe për përfituesit nga projekti Superpuna, marr parasysh që do të kemi edhe rritjen e pagës minimale, gjë që pra përkthehet në rritje edhe për këta përfitues. Normalisht, siç e thatë dhe ju, rritja e teksuar vërehet edhe tek investimet kapitale, pra që po ashtu është 1/4 e buxhetit të tërësishëm, apo rreth 1 miliard euro, edhe këtu do të ketë vazhdim në investimin e infrastrukturës publike, infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore, por po ashtu edhe infrastrukturën sportive, gjë që është e nevojshme dhe ka qenë parapar edhe sipas planit të zbatimit për sa i përket përgatitjeve për lojrat mesdhetare 2030. Pra, konsideroj që buxheti i parapar, buxheti i projektuar për vitin e ardhshëm u përmbahet rregullave fiskale, pra kemi deficit sipas rregullës fiskale prej minus 1.9% të bruto prodhimit vendor, ndërkaq edhe sa i përket kufizimit të pagave, pra totali i pagave është 980 milion euro, që po ashtu pra përbën mbajtje apo mirëmbajtje të kufirit të caktuar të rritjes vjetore të çekut të pagave, njësoj siç ka qenë edhe rritja nominale ekonomike e publikuar së fundmi nga ASK. Sa i përket bruto prodhimit vendor, është projektuar që për vitin e ardhshëm pra bruto prodhimi vendor të jetë në vlerën prej 12 miliard eurove. Pra si qeveri, kur kemi marrë mandatin, bruto prodhimi vendor ka qenë në nivelin prej 7 miliard eurove, tani pra vitin e ardhshëm parashihet që të arrijë në nivelin prej 12 miliard eurove, që është një arritje e jashtëzakonshme po besoj për shtetin tonë, dhe kjo rritje do të vazhdojë, dhe është dëshmia më e mirë që kemi të bëjmë me politika fiskale, por edhe politika shtetërore të qëndrueshme, të cilat sigurojnë një rritje të qëndrueshme përkundër sfidave globale me të cilat jemi ballafaqur. Marr parasysh pra punën e madhe që është bërë nga gjithë ju kolegë të nderuar, edhe nga stafi i Ministrisë Financave, shfrytëzoj rastin që falenderoj gjithëve dhe ju ftoj edhe për miratim të këtij projekt buxheti, i cili pastaj shkon në kuvend për miratim të më të tjeshëm. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Faleminderit shumë për këtë mbështetje, për këtë buxhet rreth 4 miliard euro, kur, siç e tha Ministri Murati, vitin e ardhshëm do ta kemi bruto produktin vendor 12 miliard euro, ndërkohë që kur kemi ardhur në këtë tyrë, si kolegë bashkë në qeveri ka qenë 7 miliard euro. Pra për 5 vjet, 5 miliard janë shtuar bruto produktit vendor, nga viti 2021 në vitin 2026. Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat e institucioneve qendrore të Sigurisë së Republikës së Kosovës, Atmazh, Komuna Prizren dhe Banj, Komuna Malishev, është pika e ardhshme e rendit të ditës. Me miratimin e këtij vendimi përfundimtar për shpërndësim, përfundon procedura e shpërndësimit dhe krijohet mundësia për realizimin e projektit për nevojat e institucioneve qendrore të Sigurisë së Republikës së Kosovës. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Drakën, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, kolegë zëvendës ministra. Për shpërndësimet e pronave të palojshme ish shoqërore për nevojat të institucioneve qendrore të Sigurisë së Republikës së Kosovës, zona kadastrale Atmazh, komuna e Prizrenit dhe zona kadastrale Banj, komuna e Malishevës, me propozimin e Departamentit të Shpërndësimit, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin numër 09/249 të datës 26/02/2025 për miratim të kërkesës për shpërndësim dhe vendimin preliminar numër 09/258 të datës 16/04/2025. Andaj, pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 11, nenin 44 dhe 45 të ligjit për shpërndësim, i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim
me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpërndësim të pronave të paluajtshme ish shoqërore për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës së Kosovës, zona kadastrale Atmazh, komuna e Prizrenit dhe zona kadastrale Banj, komuna e Malishevës. Andaj ju ftoj për miratim. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i kërkesës së komunave Prishtinë, Gjelan dhe Zubin Potok për aprovimin e buxhetit pas miratimit buxhet për vitin 2025 nga kuvendet komunale. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka propozuar të aprovohet kërkesa e këtyre 3 komunave për aprovimin e buxhetit, pra pas miratimit të buxhetit për vitin 2025 nga kuvendet komunale. E ftoj përsëri ministrin Hekuren Murati të merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Njësoj siç bëm sot prap me miratimin e buxhetit, ligjit për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm 2026, ka qenë situata edhe vitin e kaluar, dhe afatet ligjore parashohin që komunat duhet miratojnë buxhetet e tyre në kuvende komunale deri më datën 30 shtator, pra për vitin vijus. Pra deri më 30 shtator të vitit 2024 nuk kanë qenë të miratuara buxhetet e këtyre 3 komunave, pra Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok. E gjithashtu nuk janë miratuar as deri në afatin kur ka qenë e mundshme ndoshta të përfshihen në ligjin për ndarje buxhetore edhe në proceset që janë zhvilluar në kuvend, sepse ligji për ndarje buxhetore është miratuar me 22 nëntor, pra të vitit 2024, dhe ka hyrë në fuqi me 1 janar të vitit 2025, pra me qenë se ka qenë i miratuar. Ndërkaq këto 3 komuna, buxhetet e tyre në kuvende komunale i kanë miratuar tek pas këtij afati. Dhe megjithse për disa prej tyre që na kanë ardhur në muajin dhjetor, pra të vitit kaluar, ne i kemi proceduar si qeveri në kuvend aso kohë në muajin vijus në janar, kuvendi nuk kanë mbajtur mbledhje të tjera, me qenë se ishin shpallur edhe zgjedhjet. Pra në pamundësi të mbajtjes së mbledhjes nga kuvendi të mbledhjes plenare, këto buxhete të këtyre komunave nuk janë miratuar nga kuvendi, dhe pas mbajtjes së zgjedhjeve kuvendi nuk ka qenë i konstituar. Kësaj është pamundësuar që këto 3 buxhete, pra të këtyre 3 komunave, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, të përfshiheshin në ligjin për ndarje buxhetore për vitin 2025. Ligji për menaxhimin e financave publike parashet që në situata të tilla, pra këto komuna duhet të operojnë me buxhetin e vitit paraprak. Pra Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potok aktualisht janë duke punuar me buxhetin e vitit 2024, i cili ndahet pra 1/12 për çdo muaj, por kësaj ka kriju vështirësi. Me qenë se buxheti i vitit 2024 është më i vogël, shumë prej projekteve pra nuk janë të njëjta, dhe kësaj këto komuna pra operojnë në vazhdimsi me vështirësi. Për neve është tepër e rëndësishme që tashmë kemi kuvend të konstituar dhe këtij kuvendi po ja përcjellin pra projekt ligjit apo buxhetet e këtyre 3 komunave në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe të bëjë pjesë të ligjit për ndarje buxhetore të vitit 2025, e kësaj pra po besoj nga muaji i ardhshëm në ditët e para, nëse miratohet nga kuvendi, komunat mund ta kenë në dispozicion edhe buxhetin e vitit 2025, e kësaj të paguajnë ato qindra e mira faktura, ndoshta të grumbulluara, të papaguara deri më tani. Pra i takon kuvendit, pas këtij hapi që po bëjmë ne, që të mbledh komisionin parlamentar, të mbledh seancë plenare dhe të miratoj buxhetet e këtyre 3 komunave në mënyrë që të tejkalojnë vështirësitë financiare. Marr parasysh rëndësinë e miratimit të këtyre buxheteve, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i draft rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. Ky akt nënligjor rrjedh nga ligji mbi artën dhe kulturën. Kjo rregullore parasheh riorganizimin e mënyrës së mbështetjes për skenën e pavarur kulturore. Rregulloria është e hartuar në bashkërendim të ngushtë mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe komunitetit artistik e kulturor në vendin tonë. Janë adresuar nevojat dhe kërkesat të cilat kanë ndryshuar me kohën dhe legjislacioni në fuqi nuk ka arritur që t'i plotësoj më tutje. Ky model më i thjeshtuar burokratik për aplikim në fundet publike lehtëson mbështetjen e institucioneve për skenën e pavarur kulturore. E ftoj Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotëria Harullah Qekun, që ta merr fjalën.
Ju falenderit i nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministra, kolegë ministra e zëvendës ministra të qeverisë Kosovës. Gjatë mandatit tonë në Ministrinë e Kulturës kemi ndërmarrë reformë ligjore në sferën e kulturës, janë miratuar një numër ligjesh që kanë hapur mundësi për mbështetje të reja për artistët tanë dhe janë fokusuar në zvoglimin e barës administrative. Nga miratimi i ligjit për artin dhe kulturën në Kuvendin e Republikës së Kosovës është hapur rruga për hartimin e akteve nënligjore, sikurse është rregulloria që sot kemi për shqyrtim. Rregulloria mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore është themel i riorganizimit të mbështetjes që Ministria e Kulturës ofron për skenën e pavarur kulturore në Kosovë. Përveç institucioneve publike të kulturës, në Kosovë kemi edhe një skenë kulturore shumë të pasur, me përmbajtje cilësore dhe njohje ndërkombëtare. Mënyra e mbështetjes së aktiviteteve kulturore, festivaleve, artistëve, punëtorëve kulturor, studentëve të kulturës e shumë individëve dhe njësive organizative në fushën e kulturës do të përmirësohet dukshëm me këtë rregullore. Kemi paraqitur një model më të thjeshtuar burokratik të aplikimit për mbështetje në fonde publike, me qëllim të vendosjes së një sistemi transparent dhe llogaridhënës, gjithmonë duke përfshirë edhe komunitetin artistik në vendimmarrje. Kjo rregullore hap një rrugë shumë të rëndësishme, atë të digitalizimit të aplikimit, i cili do të lehtësojë procedurat e aplikimit, por do të garantojë siguri në vlerësim dhe transparencë në ndarjen e fondeve publike. Ky akt e rregullon dhe përditëson mënyrën e mbështetjes për secilën iniciativë kulturore, e cila deri më tash ka qenë shumë e përgjithësuar dhe nuk ka pasur në mendje të gjitha specifikat e komunitetit kulturor dhe artistik. Për 4 vite me radhë, qeveria jonë ka dëshmuar që ka prioritet artistin, artin dhe kulturën, duke investuar shumë në përditësimin e legjislacionit, shumë fishimin e buxhetit për mbështetje dhe përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje. Miratimi i kësaj rregullore është edhe një konfirmim shtesë i qasjes sonë pozitive dhe skenës kulturore dhe artit në përgjithësi. Duke u bazuar në atë që u tha më lart, kërkoj miratimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit Ministër Qeku, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i kërkesës Ministrisë Financave e Punës Transfereve për kursime dhe ndarje sipas tabelave të bashkangjitura në aneksin A, kursimet dhe aneksin B, ndarjet. E ftoj Ministrin e Financave e Punës Transfereve, zotëria Kurën Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Kemi të bëjmë, me qenë se jemi në tërmujorën e fundit, prap kemi të bëjmë me një vendim i cili merr mjete nga organizatat buxhetore të cilat deklarohen si kursime pra në pamundësi të shpenzimit për vitin aktual dhe zhvendosin në kategori tjera ku është e nevojshme. Në rastin konkret prap kemi 1 milion euro të cilat transferohen në kategorinë e rezervës dhe të cilat shërbejnë për shpenzime të paparashikuara. Marr parasysh pra nevojën për të pasur rezervën e mbushur, sepse në të kaluarën është shpenzuar si pasojë e vendimeve nga arbitrazhet ndërkombëtare, ju ftoj për miratim të këtij transferi. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej 40.000 euro për merremetimin e kulmit të kullës 3 në rrugën Ali Vetia, Msher Prishtinë, pas dëmtimit nga zjarri. E ftoj përsëri Ministrin Murati që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ne kemi pranuar kërkesë nga MAPL në lidhje me ndarjen e shumës prej 40.000 eurove për sanimin e dëmeve nga zjarri, pra që ishin bërë në njërin nga kullat në lagjen Kalabria. Si pasojë e zjarrit që ka ndodhur aty, shumë prej familjeve, pra që ndodhen poshtë në hatet e poshtme, vuajnë sidomos tash në kohët kur është moti me shi dhe bëhet e pajetueshme, pra vendbanimi i tyre bëhet i pajetueshëm e rrezikon pra që të ketë dëmtime të vazhdueshme, në mënyrë që dëmet të sanohen dhe të sigurohet se ato familje pra kanë mbulesë
dhe nuk i ekspozohen ndryshimit dhe motit të ftoftë në muajt në vijim, sidomos gjatë sezonit të dimrit, ju ftoj për miratim të kësaj ndarjeje që do të siguroj sanimin e dëmeve. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i kërkesës për rritjen e shumës së përfitimit të skemave pensionale të financuara nga shteti duke filluar nga muaji nëntor 2025. E ftoj edhe një herë Ministrin Hekuran Murati ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, siç paralajmëruat edhe ju, pra ky vendim parasheh rritjen e pensionit minimal nga vlera 120 euro në 150 euro në muaj dhe konkretisht prek skemat si vjen, pra pensionet bazike, të cilat bëhen nga vlera 120 euro në muaj në 150 euro në muaj, skema e fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 1 deri në 18 vjeç, pensionet e aftësisë së kufizuar, pensioni familjar dhe pensioni invalidor i punës. Kostoja e përgjithshme për muajt në vijim e këtij vendimi është 11.47 milion euro, mjetet të cilat sigurohen pra nga programi i ringjalljes ekonomike me kod 29300 dhe këto mjete pra ndahen përkatësisht në kodet përkatëse sa i përket këtyre skemave pra brenda Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Marr parasysh pra peshën e këtij vendimi që prek rreth 200.000 përfitues nga këto skema, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pra pensionin bazik të moshës, të cilën e kemi gjetur 90 euro, tash po e bëjmë 150 euro. Kjo i bie një rritje e jashtëzakonshme pa parë më herët, prandaj faleminderit shumë për këtë votim. Kalojmë tek pika e radhës, e cila është shqyrtimi i vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore me qëllim rritjen e shtesave për fëmijë. E ftoj përsëri Ministrin Hekuran Murati ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Përderisa pensionet i kemi gjetur me 90 euro, shtesat për fëmijë kemi gjetur 0 euro dhe i kemi bërë për herë të parë dhe kjo është rritja e dytë brenda mandatit që po e bëjmë. Pra fillimisht i 2 fishuam, përkatësisht 3 fishuam ato varësisht nga numri i fëmijëve që ka një familje, ndërkaq sot pra po e miratojmë edhe rritjen për 50% të tjera pra mbi nivelin ekzistues. Ky është lajm i jashtëzakonshëm, po besoj për të gjitha familjet përfituese, e sidomos për 400.000 fëmijë të Republikës së Kosovës, të cilët pra për herë të parë gjatë mandatit tonë e kanë ndjerë se shteti i mbështet edhe ata dhe mendon edhe për ta. Prandaj, marr parasysh rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj për miratim të ndarjes buxhetore për të mbuluar koston përkatëse prej 10 milion eurove. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Pra shtesa e cila ishte 20 euro bëhet 30 euro, ndërkaq shtesa e cila ishte 30 euro bëhet 45 euro. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pra pas rritjes së pensioneve bazike për 2/3, po i rrisim edhe shtesat për fëmijë që i filluam ne për 50%. Faleminderit. Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit të sotëm. E kjo është shqyrtimi i propozimit të Ministrit të Financave dhe Punës dhe Transfereve për përcaktimin e pagës minimale në Republikën e Kosovës. Pra, lajm i mirë edhe për punëtorët në sektorin privat, edhe njëherë fjalën ja kaloj Ministrit Hekuran Murati. Faleminderit i nderuar kryeministër, edhe tek paga minimale, kur kemi marrë mandatin, pra niveli i pagës minimale ishte 130 përkatësisht 170 euro në muaj, varësisht nga mosha e punonësit. Ne në prill të vitit 2022 si qeveri patëm proceduar në kuvend projekt ligjin që ofronte mundësinë dhe hapte rrugën për rritjen e pagës minimale, duke propozuar fillimisht pagën minimale prej 264 eurove në muaj. Ky projekt ligj megjithse ishte vonuar pra në gjykatë kushtetuese sepse u dërgua nga opozita atje,
Më në fund, gjeti miratimin, te kaloi edhe testin e gjykatës kushtetuese dhe u rrit paga minimale. Më pastaj ne me vendimin e qeveri kemi rritur pagën në 350 euro, e cila aktualisht është aktive, dhe kësaj pra pas miratimit të 350 eurove, të nivelit 350 euro në vitin e kaluar, për si vjet pra janë pjekur kushtet që të rishikohet, sepse njëri nga premtimet tona kur na është kërkuar që paga minimale të jetë më e lartë se sa që patëm propozuar, ka qenë që ky është një hap gradual, pra drejt një rritje graduale që do të rishikohet çdo vit. Kësaj, pra pas analizave që kemi bërë sa i përket impaktit që mund të ketë edhe në sektorin privat tek ndërmarrjet, por edhe tek punonjësit, e që kjo pagë minimale e re prek rreth 150.000 të punësuar në sektorin privat, dhe pas diskutimeve që kemi pasur dhe propozimeve, sugjerimeve që kemi marrë edhe nga përfaqësues të sindikatave, por edhe nga përfaqësues të bizneseve, propozimi ynë është pra që paga minimale për vitin e ardhshëm të bëhet 500 euro, apo konkretisht 3 euro për orë pune, por gjithsesi në mënyrë që kjo rritje të jetë përballueshme edhe për ndërmarrjet dhe të mund të planifikojnë më lehtë për gjatë vitit, rritjen e kemi paraparë të bëhet në 2 faza. Pra ngjashëm siç e kishim si vjet rritjen e pagave në sektorin publik në 2 faza, ku faza e parë nga 1 janari deri në fund të qershorit ishte në vlerë prej 55 euro, pastaj nga korriku edhe një rritje tjetër 55 euro, i njëjti model pra është paraparë që të bëhet edhe sa i përket pagës minimale. Konkretisht, pra duke filluar nga data 1 janar 2026, propozimi i Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve është që paga minimale për orë pune të jetë në nivelin prej 2.50 euro, apo 25% më e lartë se sa aktualisht është. Ndërkaq, duke filluar, ose nëse kjo përkthehet në orar pune të rregullt, pra kemi të bëjmë me nivelin prej 425 euro në muaj për orar të plot pagë minimale. Ndërkaq, duke filluar nga data 1 korrik, është edhe faza e dytë e zbatimit të pagës së re minimale, që përcaktohet në nivelin prej 3 euro për orë pune si pagë minimale, e që për një orar të plot të rregullt do të ishte ekuivalent me 500 euro në muaj pagë minimale, duke filluar nga data 1 korrik e vitit 2026. Ky propozim vjen nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, sepse kësaj e parasheh ligji që në mungesë të një propozimi nga Këshilli Ekonomik Social, pra propozimi për ndryshimin apo rishikimin e pagës minimale vjen nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Marr parasysh rëndësinë e pagës minimale që ka për të gjithë ata që preken nga ndryshimi i pagës minimale, pra që janë 150.000 të punësuar në sektorin privat që do të ndikohen nga kjo rritje, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Murati. Para 4 viteve e gjysmë, kur filluam mandatin tonë, pagën minimale e kemi gjetur 130 euro për ata që janë nën 35 vjeç dhe 170 euro për ata që janë mbi 35 vjeç. Këtë pagë minimale ne së pari e rritëm në 264 euro, më pastaj në 350 euro, dhe tash para nesh kemi propozimin e Ministrit Financave, Punës dhe Transfereve, që të arrisim me 2 shkallë. Nga 1 janari vitit ardhshëm 425 euro, ndërkaq nga një korriku i vitit ardhshëm 2026 500 euro. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ju faleminderit. Miratohet, vazhdojmë shqyrtimi i nismës Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve për negocimin e marrëveshjes grantit për shërbime ekspertësh në sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën, në mes të Republikës Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe KfW Frankfurt am Main. Ftoj edhe një herë Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Kronë Murati, ishte merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Përderisa ligji për qeverinë parasheh kufizime sa i përket qeverisë në detyrë në raport me inicimin e marrëveshjeve ndërkombëtare apo financiare të cilat kërkojnë ratifikimin në Kuvend, një gjë e tillë pra nuk vlen sa i përket marrëveshjeve të grantit, sepse janë mjete pra që nuk ka nevojë të kthehen, dhe kësaj pra para jush sot paraqes shqyrtimin e nismës për negocimin e marrëveshjes së grantit për shërbime ekspertësh sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën. Konkretisht Qeveria e Republikës Kosovës në kuadër të përpjekjeve të saj për të avancuar politikat në fushën e energjisë dhe klimës do të negociojë marrëveshjen e grantit për shërbime ekspertësh me KfW Frankfurt am Main, pra
Bankës Zhvillimore Gjermane. Vlera e grantit është e paraparë në 1.014.500 euro dhe synon të financojë studime, strategji dhe shërbime ekspertësh këshillues për mbështetjen e zbatimit, monitorimit dhe verifikimit të reformave në kuadër të marrëveshjes së kredisë, pra që parashihet të vijë në politikat e energjisë dhe klimës. Një nga komponentët e financimit përfshin edhe angazhimin e konsulentëve që do të verifikojnë përmbushjen e reformave në kuadër të marrëveshjes të paraparë, ndërsa komponenti tjetër fokusohet në mbështetjen e kekut dhe në përpjekjet e tyre për tranzicionin e gjelbërt përmes miratimit të një strategjie afatgjate, si dhe forcimin e qeverisjes korporative të kekut. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij përfitimi, pra rreth 1 milion euro grant, ju ftoj për miratim të kësaj pike të renditës. Faleminderit. Ju falenderit Ministër Murati. Do dikush fjalën për diskutim? Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Falenderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me qenë se pika e fundit është të ndryshme në të cilin nuk kemi ndonjë nën pikë, unë ju falenderoj për pjesëmarrje, kontribut e mirupafshim në mbledhjet e ardhshme e aktivitetet e vazhdueshme.